Të nderuar xhamat, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Në kapitujt e lutjeve, Imam Buhariu erdhi deri tek lutjet që të cilat duhet t'i bën besimtari kur ka ndonjë ndryshim në natyrë, në univers, si shiu I madh, erë madhe, vape madhe, bubullim, vetëtim, ekstremal për fenomeneve të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj na lidhi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me çdo fenomen që ndodh, na lidhi me Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Çdo sen që ndodh na tha lutuni. Ta dini se kjo vjen prej Allahut. Kjo është prej kudretit Allahut. Çdo sen është në urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe sahabët e tij, të cilët I trashëgonin mësimin nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, gjatë këtyre fenomeneve, ata gjithçka e lidhnin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj I pam dobi dhe mësimet të cilat I kanë nxjerrë dietarët për lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë lutjeve kur fryn era. Po cilat janë mësimet kur bubullon edhe veton? Çka mësojmë nga kjo të nderuar xhamat? Pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte dua: Allahumma la taqtulna bi sa'qik wa la tuhlikna bi 'adhabik wa 'afina qabla dhalik. Thonte o Allah, mos na dono me bubullimin tane, me vetëtimin tane, mos na shkatro me azapin tan dhe jep na shëndet dhe fal na o Zot neve para së gjithash. Pastaj Ibn Abbas radhiyallahu an, kur vetëtonte apo bubullonte, çka bonte? Thonte subhanalladhi sabahta lah. Thonte I pastër është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilin ti po e madhron. Kjo vetëtim atë po e madhron, kjo bubullim atë po e madhron. Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu an, shoku I pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kur kallzonte hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ligjëronte duke u mësuar njerëzve fen. E nëse ndodhte me bubullue apo me vetëtue, ndalte hadithin, e mshelte librin dhe çka thonte? E lexonte ajetin e Allahut subhanahu wa taala: Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bubullima e madhnon Zotin e vet Gjelle Gjelalu dhe melekt e Zotit tutën për Allahu Gjelle Gjelalu. Këtë të mësime të ndërum xhamat, çka du të na me mësu për kësajna? E para, çka të shifësh, këtë është një ibadet ndaj Zotit. Dielli dhe hana dhe këtë krijimi I Zotit dhe çka ka krijes është një adhurim ndaj Zotit. I bani ibadet Allahut. Edhe vetëtima, edhe bubullima, edhe shiu, edhe dielli, edhe hana, edhe gjithë shka I ban ibadet Allahu subhanahu wa taala. Përveç kujna? Përveç disa rebelve nga insanët dhe e gjinët. Veç të dilloj krijesave prej tyre ka që nuk I bindën. Dhe shpesh herë dhe na që I bindemi në tërsi, pastaj në detal ka mundësi nuk I bindemi. Cili për neve nuk ban mëkat? Cili për neve nuk ban gjuna? Çdo gjuna është mos bindje ndaj Zotit. Çdo gjuna është kundërshtim ndaj Zotit te bareke ve teala, edhe pse jo çdo gjuna që të pifeje, edhe të bën rebel, ama në çat dos ti nuk I ke ushtruar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ta mësojmë nga kjo të ndërum xhamat, se gjithçka është në ibadet në Allah. Edhe kjo vapa që na tash po e shijojna, edhe kinxhat që na po e shijojna, ky dielli me urdhër të Allahut punon. S'kena ku duhet me nalna. Me çka e nal njëri? Po ti hyn në klimë, prapa I nxej atje. Që ta kuptojnë ana se gjithçka është në kudretin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithçka adhuron Allahun Gjelle Gjelalu. Andaj thot Allahu yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Edhe vetëtima dhe bubullima Zotin e madhron. Andaj tha Ibn Abbas radhiyallahu an, I madh është ai Zot, I madh është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilin ti o I bubullim atje të madhrua. Kanë madhron bubullima, kanë madhron vetëtima. Kujna tutët për Rabbul Alamin. Po këtë arsye ta mësojmë të ndërum xhamat. E para, gjithçka është në adhurim ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. 2. Mos të garantohemi pi dënimit Zotit. Jemi të jetu sikur s'ka llogari. Jemi të jetu sikur gjithçka është në rregull, sikur jena në më të mirë të botës, sikur na jena qendra e vëmendjes, na mojna boshtin toksor. Jo të ndërum xhamat, na jena rob të Zotit. Na jena rob të Zotit, nesër mos me kanë kur gjë s'bëhet. Komplet na çtu mos me kanë kur gjë s'bëhet. Një popull të tërë Zoti e ka shkatruar dhe popull të ndryshëm ka shkatruar dhe kur gjasë ka bëhe. Madje Allahu mas I ka shkatruar, na ka zbrit neve Kur'an dhe na ka thënë: a janë në zonin? A janë në zonin dikujna? A shati njeri kur vdes nuk I një zoni? Jam shirë Zoti gojër.
Ka mundësi e ka torturu një familje, jam qelë Zoti kojnë, ta u krimo. Ushim gjithçka e jotja. Të ndërum xhamat, le të na frikson pak kjo. Kena me dalë për para Zotit. Këto fenomene, ki nxat që na po e bojmë muhabet këtë. Shumë nxat o gjë, shumë nxat, po këtë kena këtë nxat. Po ki nxat nuk ka besim nxat i xhenemit. Vallahi ma nxat atje. Zoti na ruaj nga xhenemi ya rabbal alamin. Pra na e kujton çdo fenomen i Zotit neve Allahu subhanahu wa taala, ta përmendim më shumë. Largoje nxatit me dhikr. Largoje nxatën me madhrim ndaj Zotit te bareke ve teala. Çdo sa le ta kujtoj Allahu subhanahu wa taala, tjetër të ndërum xhamat. Le ta kujtojmë se edhe afër është ahireti. Afër ahireti. Ka thënë Mujahidi rahimahullahu taala, e ka afru Zoti i madh ahiretin derisa e ka bon nesër. E ka bon nesër. Allahu në surën Al-Hashr si drejtohet insanit, si drejtohet besimtarve, tot juni Allahu për nesër. Tot juni për Allahu për nesër. Kur ti vdes, nesër ahireti jot. Nëse vdes sot, nesër ahireti jot. A ka dikush në dunia, komplet botën, për ditë që s'des dikush? Po. Pra çdo ditë dikujt na i vjen ahireti. Çdo ditë dikujt na i vjen ahireti, një ditë për ditëve edhe neve. Numër nditarje të ndërum xhamat. Numër nditarje. Nëse s'kan vetë sot me nota, nesër kanë me vetë. S'kan vetë edhe nesër, mas nesër kanë me vetë. Po një ditë kanë me vetë. Po një ditë, për ditë nashta ka rozilja e kipshtue. Po një ditë s'ka me rozilja, oj ndërum. Një ditë s'ka me rozilja dhe kemu kapë dhe ti. Këtë ato që kanë vdek në këtë xhami se kena përcjell. Një ditë s'ka me rozilja ka me thonë, hajde tash ti. E lusmi Zotin Allahu që Allah me rahmet na trajton, ja rabbel alamin. Po para kësajna ta trajtojnë na vetë pak me rahmet. Ta këshirmi hakin ton ndaj Zotit. Ku jemi na me hakin ton ndaj Zotit? Jemi vërsul, jemi lshu mas së i bote, sikur s'ka përfundim gjithçka. Shohim njëri tu dek, vazhdojmë sikur kur gjë hiç. Lexojmë lajme, djali ka vrarë babun. Vazhdojmë çajin sikur gjë hiç. O të ndërum, djali babën e ka vrarë. Djali babën e ka vrarë. Kjo kiamet, çka do me bë më shumë mo? Çka do të më bëte na, çka do të më ndodh neve që më nal me thon, "Ej, kjo tepër ove, nalu pak, ej. Nalu o ju njerëz, nalu se kjo tepër mo. Kush me kanë do të më vrarë mo?" Babën e ka vrarë djali. Djali i vet. Runa Zot. Allah i rujt evlatët tonë, ja rabbal alamin. Allah na i rujt mend. Allah na i rujt imanin. Allah na i rujt islamin, Allah na i rujt gjithçka që neve na ruan si njerëz. Shiko sa ka degradu njëri. Dhe nga ana tjetër emisione dokumentare, islami problem. Prap islami problem. Ky islami cili nuk le nanës e babës of, mi than, prap islami problem. E pse islami problem? Pse islami problem? Pra, shejtanët e gjine bashkë me shejtanët njerëz dojnë me degradu njeriu ndër këtë nivel. Çfarë? Që të mos t'i mbetet kur gjopi njerëzillëkit. Le të bëhet normal. Ti nesër mas nesër e vrat një djalë tjetër babën e vet, pa e pat vrarë një tjetër. Edhe një tjetër bëhet normal. Sikur që zhveshja u ka bëhet normal. Ca pi duket dikujt diçka? A pi duket dikujt zhveshja jashtë normale dikujt diçka? Ja, puna vetë ato çka kena bërë. Ama kur po na mlon uji, s'po hoq veç puna aty në mëkatarë, këtër me vet, puna merr. Po këtë arsye kanë bëu dua të parë të muslimanëve. Janë të parë të muslimanëve pe Zotit Madh Xhelel Xhelalu. E kam shel hadithin. Bubullim, vetim. Kjo do të më na kujtu Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto fenomene, jashtë këtyre fenomeneve të vrasjeve që këtu janë të merr mbi të merr, tragjedi mbi tragjedi në thojza. Le t'i kthejmë Allahu subhanahu wa taala. Ta dim se i vetmi shpëtim është Allahu xhelel xhelalu. I vetmi shpëtim është libri Allahu subhanahu wa taala. E vetmi rrugë që na nxjerr nga kjo katrahur, nga kjo parregullsi është mësimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu të na ruaj pi azapit atina.